Një ngjarje e rëndësh regjistruar në zonën e plazhit të vjetër në Vlorë, ku një 32 vjeçare është gjetur e pajetë në det. Sipas informacioneve paraprake, e reja ishte larguar nga banesa dhe familjarët të shqetësuar për mungesën e saj, kishin nisur kërkimet në bashkëpunim me policinë e Vlorës. Burimet pranë hetimit bëjnë me dije se në breg të detit janë gjetur shapkat e saj, ndërsa dyshohet se 32 vjeçaria është futur e vetme në ujë. Ka qenë bashkëshorti i saj ai që ka gjetur trupin e pajetë. Një 32 vjeçare është gjetur e vetë mbytur në zonën e plazhit të vjetër, mbrëmjen e kësaj të hëne. Kanë qenë efektivët e policisë, të cilët kanë mbritur në vend ngjarje më njëherë pas telefonatës së dhënë nga zona. Gjithashtu mendohet se 32 vjeçaria të jetë vetë mbytur për shkak të gjendjes së rënduar psikologjike. Sipas të njëjtave burime, e reja kishte kaluar kohët e fundit një gjendje të rënduar emocionale dhe psikologjike. Mësohet se ajo kishte humbur disa persona të afërt gjatë muajve të fundit, çka dyshohet se kishte ndikuar ndjeshëm në gjendjen e saj shëndetësore. Prej disa muajsh, ajo ishte në trajtim me mjekime për probleme të shëndetit mendor. Nga të dhënat paraprake, dyshohet se kemi të bëjmë me një rast vetvrasje, ndërsa grupi hetimor po vjen punën për të sqaruar plotësisht rrethanat e kësaj ngjarje të rëndë. Prej disa muajsh merrte mjekime për shkak të gjendjes së rënduar psikologjike.